GKK dënon me 2 vite burg Jorgo Goron, konfiskohen 2 pronat që do të kalonin për investime strategjike. 2 rastesh përdorim detyre, GKK dënon me 2 vite e 20 ditë burg ish kryebashkiakun e Imarës Jorgo Goro. SPAK kishte kërkuar dënimin e Goros me 3 vite burg, ndërkohë konfiskohen 2 pronat që do të kalonin për investime strategjike. Janë rreth 10.000 metra katror në total në zonën e Dhërmiut që kalojnë në favor të shtetit, ndërkohë apartamenti sekuestruar sipas GKK i kthehet biznesmenit Gentian Sula.